transportojmë një sferë shkatruese nëpërmjet qytetit. Nëse ajo do të humbiste. Dua të thyej. Në asnjë mënyrë. Derisa të çojmë në qytetin e ndërtimit, ti nuk do të bësh asgjë dhe do të sillesh mirë. Unë nuk e di, por sigur më pëlqeu këtu. Më thuaj që po tallesh. Unë po tallem, mendoj. Sigurisht nuk më pëlqen as pak këtu. Ty të pëlqen sapo e the këtë? Jo, unë nuk e thash. Plotësisht e the. Dhe është pak për shkak të asaj, unë kam dal nga një gjë çuditshme gjenetike, apo jo? Pra tani, unë jam si të gjithë ju. Pesat laset në drejtim të orës 12. Në kërkim të ndonjë pakuri. Jo, kompjuteri im thot se ata janë duke bërë një dërgesë për po afrohen shpejt. Le të ngadalsojmë derisa të kalojnë. Unë po bëj shënim patentat tuaja. Dregjin ato janë një kërcënim tashmë. Në rregull, skuadra, lëvizni. Dua të thyej. Do merrem unë me këtë. Të kapa. Çfarë? Nuk ka thyerje. O zot. Çfarë ka që nuk shkon me ju djema? Pra, si gjithë të tjerët, a? Qyteti i progresit në të cilin korrierët luftojnë që i ligu zoti Bedlam të mos marrë porosit e tyre. Dhe një korrier fluturues është më i miri. Ed. Ajo që bëre atje ishte e pabesueshme. Ja, secili nga ju djema do e kishte kapur atë. Nuk ka mundësi. Ka gjëra që ti i bën që ti je i ndryshëm, Ed. Ti je si është ajo fjala? Krijesë jo e zakonshme. Më fal, doja të thoja krijesë jo e zakonshme natyrës. Krijesë jo e zakonshme shkencët nuk do marr dot asnjë vend. Ti më turpëron. Në rregull, shikoni. Nëse Ed ndihet jo i zakonshëm është për fajin ton. Ne nuk bëjmë asnjëherë gjëra normale adoleshentësh. Dua të them, gjithçka që ne bëjmë është të punojmë. Gjëra adoleshentësh, si për shembull? Si, për shembull, të shkojmë në festa. A u ka kujtuar ndokush se sot është festa e ketrave fluturues? Ne do të kërcejmë mbi ketrat fluturues? Mbrëmja e ketrave fluturues është një fest. Fantastike. Po çfarë është një fest? Është një grumbullim i planifikuar social ku njerëzit ndërveprojnë në afërsi. Dhe ka grushta. Ed, një korrier nuk jeton vetëm duke kryer dërgesa. Dhe ti nuk mund të kalosh çdo minutë duke ndjekur misteret e fatit. Po, sa e mërzitshme që është. Fat misterios e mërzitshme. Pra unë mund të shkoj? Ti duhet të shkosh. E martë e mira, Ed. Edi! Çfarë? Asgjë. Në rregull, Doxho, është koha për fest. Le të bëhemi gati. Ta shiko, sa bukur dukeni djema. Ne po shkojmë në mbrëmje. Ketrat fluturues mund të jenë rrezikshëm, por ata dinë si të festojnë. Çfarë është kjo erë? Është kolon. Ai do të thot kolonj.
E ke përdorur të gjithë shishen? Jo, kam mbetur edhe pak. Pse, kam hedhur gjë shumë? Jo, nëse dalim jashtë. Janë i skuadra, le të shkoj. Ed, përpara se të shkosh, kam marrë disa sinjalet pazakonta nga sektori 9. Mund të jetë një tjetër nga objektet e tua. Ke pasur ndonjë vizion kohët e fundit? Jo, asnjë. Hej, jo pas fatit misterioz, jo sonte. E drejtet? Po, Shumë mirë, shkoni, argtoni. Mbani nga një sy tek njëri tjetri. E pra duket sikur doxhot kanë marrë një natë pushimi të mirë merituar. Dhe për të sjellë atyre humorin, po vendosim një këngë që e dim që do t'i bëj të kërcejnë. wow. Je mirë? Ai sa më pati një vizion. Jo, nuk pata. Unë i di këto gjëra, unë jam një doktor. E po nuk ishte asgjë. Sinjali po vjen prej andej. Faleminderit Kroç që na the atë që duket qartë tashmë. Spiker, hapi dyert me njëherë. Me kolajsi. Kroç, provoje ti. Jepi. Mbrojtjet janë akorduar për të ndaluar ata që nuk përputhen me nënshkrimin elektrogjenetik të Edit. Po, e kuptova me njëherë atë kur u dëmtua Spiker. Kroç, ishte vetëm për aktim. Unë jam mirë. Shkëlqyeshëm, Kroç. Në këtë rast, mund të provosh përsëri. Por ti nuk mund të futesh brenda, vetëm Ed mund ta bëj atë. Pikërisht. Dhe unë do ta shikoj që ai e bën këtë. Për te këtyre dyerve duhet të jetë një tjetër objekt i fuqive të atij kurieri. Dhe unë e dua atë. Faleminderit që përdorët atë dot. Ne I kemi lokalizuar ata zoti Bedlam. Janë në një lloj feste. Shkëlqyeshëm, Kroç. Merr disa robot dhe shko edhe ti me njëherë në fest. Por nuk jemi të ftuar atje. Pastaj gjithçka që ti duhet të bësh është ta prishësh festën. Po, dhe atëherë unë them, më falni pak, por nëse do donit një arë, a nuk do ishte më mirë të thonit, ju lutem më parë? Ti je shumë entuziast për ketrat. Mos po bën shaka. Të gjithë e dinë se GR16 ndryshoi teknologjinë. Po si e gjete? Eja, ti duhet të përzihesh me tjerë. Nuk mund ta bëj që këtu. Ti duhet të dalësh jashtë dhe të prezantosh veten. Bisedo me njerëz. Pastaj, kur grupi të fillojë të luajë, dal së folur dhe fillo të kërcesh. Të kërcej, po me kë? Po të jap një ide. Dec? Festat për këtë gjë janë. Ne nuk po punojmë, ne po relaksohemi. Ju po relaksoheni. Vetëm bisedo me të Ed, nuk është se ajo nuk të pëlqen ty. Ju djema keni vëzhguar njëri tjetrin që kur mësuesi vjetër të solli në shtëpi. Tani është koha, Ed, ti duhet të bësh para. E dini çfarë? Unë mendoj se do të përzihem. Përshëndetje, Dec. Je mirë? Po jam vërtet shumë mirë. Oh, goxha fest, ha? Unë ndihem krejtësisht jo rahat. Ndoshta nuk duhet të kisha ardhur. Ish kreti ti, po të dëgjoj. Le të të nxjerrim që këtu për pak kohë. Kjo do të ishte gjë e mirë. Oh, është kaq bukur ti shohësh ata fëmijë të çmendur së bashku. Bjedhe veten tani.
Do të më bësh edhe mua të qaj, po të them. Atëherë, çfarë po ndodh? Ti zakonisht je më i fortë se kaq. Mendoj se janë gjithë ata njerëz, edhe të gjithë ata njohin njëri tjetrin, e ke parasysh? Dhe Edhe nuk është e mjaftueshme? Kështu duhet të jetë zhurma e muzikës? Roku i tetrave fluturues është super progresiv. Oh, më vjen keq që u prisha festën. Prisni. Jo, nuk më vjen keq. Mua më pëlqen ti prish festat. Gjithçka që doja ishte një natë pushim. Vetëm një natë me muzikë, fest dhe pa robot të këqij. Është shumë për ta kërkuar këtë? Do t'i lëm ata të largohen pra? Po, kjo do t'jetë festa që do t'ketë shkatërrime. Doxho, shkojmë! Jebi Doxho! Doja vetëm të mos isha i ndryshëm. Atëherë mund të përshtatesha dhe të argëtohesha ashtu si gjithë të tjerët. Ti je i ndryshëm. Por kështu janë të gjithë në këtë fest. Të gjithë janë të ndryshëm? Kjo është ajo që të gjithë kemi të përbashkët. Në rregull, tani jam edhe më i hutuar. Si thoni për pak metal të fort? Ndaloni! Emrat ju lutem? Më vjen shumë keq, unë nuk shoh ndonjë në listën e të ftuarve, kështu që më vjen shumë keq. Nuk mendoj se do doje ta bëj atë. Thjesht rri vetvetja Ed. Gjërat që të bëjnë të ndryshëm të bëjnë të veçantë, dhe gjërat që të bëjnë të veçantë të bëjnë me të vërtet fantastik. Pra, Dec? Po? Unë mendoj se ti je një dron spiun. Jo, unë jam një vajzë. Një dron spiun aty. Kjo do të thot bedlam. Kam përritur. Crouch? Ju lutem po sjeshni. I kapa ata zoti Bedlam, zotri. Shkëlqyeshëm, Crouch. Silli ata brenda. Duhet i bëjmë të ndjen të mirë pritur. Ata po largohen! Po, dhe mos u ktheni më këtu. Hej, Dema, kikerikët i qeras unë. Hej, le ta bëjmë këtë fest të filloj përsëri. A i po zjohet. Shkëlqyeshëm, Crouch. Shkëlqyeshëm. Bedlam. Nëse nuk do t'ishe i mbërthyer në atë karike, nuk ka dyshim që do të më coptoje gjymtyr pas gjymtyre. Nuk ka dyshim. E pra, para se të përpiqesh për ndonjë marrëzi të tillë, do të doja të takohesh me një ish punonjëse time. Dec? Po, ne të gjithë e njohim atë si Sara. Unë nuk jam Sara, unë jam Dec. Mjaft me kaq. Kam zbuluar diçka më shumë se sa vetëm dëshirë adoleshente për t'ja dalë mban. Unë thash mjaft me kaq. Sara, mos u shqetëso. Nuk kam asnjë interes për të dashurën tënde të vogël. E pa jo nuk është Pikërisht. Dhe kjo është arsyeja pse ti do të bësh vetëm atë që unë të them. Dhe sapo të marr atë që dua, të premtoj se do ta lë atë të shkojë. Do të sigurohem që do ta mbash atë premtim. Çfarë feste? Ej, Djema, mos e keni parë Decin apo Edin? Ndoshta janë larguar që më parë. Burimi në shkrimit të energjisë është përpara, zoti Bedlam, zotri. Crouch, shiko përpara. Lëre Decin të shkojë ose bukbërësit do ta paguaj. Në fakt, unë jam një bukthekës. Të lutem, mendon se më intereson? Do të shkoj kushiten buktheksit dhe do të blej një tjetër. Kishte ardhur koha ta mendoja edhe atë, ndoshta do ta bëj gjithsesi. Ndryshe nga ty, unë nuk jam prej këtyre emocioneve të vogla të parëndësishme si dashuria, besnikëria, mesia. Ato të bëjnë të dobët, Ed. Jo. Kur përdor një aromë, vetëm një pikë në gishtin tënd është gjithçka që të duhet në të vërtetë. Tamam ashtu si e mendoja.
Edi ka hedhur aq shumë nga kolonja e Burnit sa unë mund të gjej gjurmët e tij kimike nga orbita. Edi po qelp sektorin numër 9. Dhe atje jemi duke shkuar. Hapi dyert. Nuk e di se si. Ato janë të koduara me nënshkrimin tënd elektromagnetik. Hapi ato. Mos e bëjen. Ups. Më rëshqiti. Mjaft. Në rregull do e bëj. Ja, tani hiqja atë gjën nga ajo. Jo. Ka shumë më tepër për të bërë. Askush të mos hy. Kuptoni? Askush. O zotëri. Betlam, vetëm sa po bënte shaka në lidhje me blerjen e bukthekësit apo jo? Jo, ata e të bukur dhe kushtojnë vetëm 12.99. Po pse nuk ma the? Me atë çmim kush mund të rezistoj? Bukur, e krijuar për ty mendoj. Nuk ka rëndësi. Ato janë të mia tani. Atëherë shko merri. Mjaft me ato. Shumë mirë. Nëse ti vërtet mund të urresh ashtu, ti mund të arrish vërtet diçka. Tani shko merri ato objekte për mua. Tani ma jep mua atë. Prit! Jo! Ku e ta kontrolloj atë? Ti nuk mundesh. Oh. Ajo duke e keqe. Ne duhet të fshihemi, Eja. Unë do të marr pjesën time. Jo! Çfarë po bën? Eja, shkojmë. Unë e kam në kontroll. Eja, thjesht shkojmë. Nuk iki pa marr pjesën time. Mendoj se dikush duhet të shkojë atje dhe të ndihmoj zoti Betlam. Unë vetëm ruaj hyrjen. Por ti duhet të jesh i shqetësuar për të. A nuk je? Mirë. Mendoj se isha i vetmi që nuk mund ta duronte atë. Spiker dhe Croach. Hej! Pra, do që të shkojmë në qendër të marrim ndonjë gjë për të ngrënë? Unë di një vend. Ju shkoni të kërkoni miqtë tuaj. Ed, ti e more pjesën tënde. Shko! Prit, po ti? Unë do të kthehem pas. Për Bedlam? A ju përpojtë të shkatëronte? Kjo nuk ka rëndësi. Unë nuk mund të la askënd pas kështu. Më premtoj një kërcim dhe kjo do të marrë fund. Bedlam! 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 Ai del jashtë kurse unë ngec.
i djema! Je mirë? Vetëm po mendoja për atë që më the ti, se si të gjithë ndihen, ti e ke parasysh të ndryshëm. Dhe? Edhe unë jam shumë mirë. Të jesh ndryshe është pjesë e të qenit njerëzor, edhe të jesh njëri është mirë. E di që je mirë. Dhe do të ishte mirë të... Ti e di. Çfarë? Hajde, më ke bosh një kërcim. Në rregull. Kora, eja më jep një shtytje tjetër. Nuk ka nevoj, Kora. Do t'ja pun Krocit një shtytje në karrigen time. Faleminderit, zoti Betla, zotri.